Gjergj Kastrioti ishte I pari mbret si thuajse gjithë shqiptarisë. Papa I asaj kohe disa herë shprehu dëshirën dhe gatishmërinë për ta kurorzuar atë si mbretër Shqipërisë, por kjo gjë nuk ndodhi. Gjithsesi ai ishte mbret dhe kjo gjë nuk mund të mohohet. Me vdekjen e tij, familja emigroi për në Napoli, mbreti I cilit ishte mik I familjes. Me këtë veprim I vetmi pasardhës I tij, emri I cilit përkon me paraardhësin e tij, Gjon Kastrioti, shkoi në Napol bashkë me të ëmën, dhe kjo ishte lëvizja e Kastriotëve përpos një tentative të Gjonit, e la dinastinë e Kastriotëve gjithmonë jashtë territoreve shqiptare. Sa shkruhet më lart është e njohur dhe nga ana e ndryshme e historisë, por historia ashtu si thuajse çdo gjë tjetër, ka edhe një anë të fshehtë. Dhe këtë anë të fshehtë një qëri I motshëm ndriçoi me një figurë thuajse krejt të panjohur. Bëhet fjalë për një pretendent si pasardhës I kësaj dinastie, Juan Pedro Aladaro Castriota, ose ndryshe Gjin Kastrioti. Ai lindë në Jerez della Forenza, në Andulazi, në 1845 dhe ishte djali I palishëm Isabel Alejandro Perez me Juan Pedro Domenico Labellu. Ishte një diplomat dhe gjatë udhëtimeve të tij diplomatike, ai ra në gjurmët e Shqipërisë për çështjen e së cilës u interesua veçanërisht. Në lidhje me këtë çështje ai botoi broshura në vendet europiane si Bruksel, Athinë, Napoli, Vjenë e deri në Bukuresh. Sipas librit Shkolla Shqipe në Korçë, të shkruar nga Nuç Naçi, Juan Kastrioti pagoi edhe për hapjen e shkollës së parë shqipe në Korçë. Këtë ide apo hipotezë e fakton edhe Lumo Skendo, I cili thotë: ndihmat që mblidhshin në Korçë u pren, po na Naçi gjeti mbulime të tjera. Por veprimtaria e tij politike dhe diplomatike në Shqipëri nuk mund të shihet për asnjë çast të shkëputur nga historia e botimeve të Revista Albania, që është botuar në fund të shekullit XIX deri në fillim të shekullit XX nga Faik Konica në Mërgim. Dhe pikërisht nëpërmjet lidhjeve të tij me këtë revistë, mund të kuptohet dhe arsyeja se atij I bie reklam kjo e fundit. Si pan Fans Stilianolit në librin e tij Kalendari I Vatrës I motit 1918 botuar në Boston, thuhet se në 1902 botoi në revistën Albania një bashkëpunim me Konicën, një harë gjeografike të Shqipërisë. Ky bashkëpunim ndodhi një vit pasi ai krijoi një çmim letërsie I cili u ftua nga Domdoc Nika, një prift shkodran I cili është dhe romanticeri I parë shqiptar. Lidhja e Domdoc Nikës me Faik Konicën është e njohur pasi vetëm aty botonte shkrimet e veta studimore dhe letrare Domnoci në pseudonimin Nakto Monici. Ai ka botuar tek Albania, plot 42 artikuj. Viti kur Domnoci fitoi çmimin e lartpërmendur në një suplement të Albanias, u publikua një foto e madhe e Juan Pedro Alejandro Castriota, veshur me veshje ushtarako princerore, me nënshkrimin Don Gjini I Aldrarës Castrioti. Sipas studimeve të William Campsit, me titull Albania 1897-1909 biografi kronologjike, botuar nga Biblioteka Francesiane Gjergj Fishta, thuhet se GH asaj kohe I përkonte analfabetit të organizatës bashkimi dhe sot përkon me tingujt e shkronjës gjë, çka do të thotë se bëhet fjalë për të njëjtin person. Në faqe shkruhet paraardhëse Çim Skënderbe, që Don Gjini Aleandros Castriota pati mendim atë që të bukur, e atë që të lartë të themeloj për shkrimtoret shqiptare, u dha moti për 1901. Nëse sërish vazhdojmë në studimet e lartpërmendura të studiuesit të ndjerë Willy Campsi, shqipërimi në shqipen e sotshme për tekstin do të ishte: Çmim Skënderbe, që Don Gjini Aleandros Castrioti pati mendim aq të bukur dhe aq të lartë, të themelojnë për shkronjën shqiptare, që u dha nga moti 1901. Luftra dhe shpërisht e ashpër që I bën gjuhë son të huaja ndodhi të ardhur në ne, na japin të na shajnë, e më në fund të na shesin në duar të Vaskovit, shtrëngime të paulla, pengime e grackat e përditshme të qeverisë. Të gjitha këto na bëjnë detyrë të mos botojmë emrin e shtypshkronjit që fitoi çmimin. Nga sa thuhet më lart, në heshtje redaksia Albania si thur ditëraminte Juan Pedro Alejandro Castriotit, duke I quajtur shpirtnalt të shkëlqyer.